Mirëmëngjesi të gjithëve, sot nuk jemi në studion kryesore të Info Plus, aty ku jemi mësuar të jemi gjithmonë, por jemi në ambientet e Hotel Koloseut. Nga ky vend i mrekullueshëm do të marrim një intervistë kaq të bukur për një libër të ri që sapo është promovuar, libri Në përshtigjet e ferrit i Viktor Martinit. Mirëmëngjes i nderuar, faleminderit që je me mua. Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi të kemi njerëz kaq të ditur sa ti dhe të na tregojnë më shumë për këtë libër kaq të vyer që do t'i shërbejë gjithmonë popullit shqiptar. Libri është dëshmi e vujtjeve tona që i përgjasin ferrit. Në këtë libër janë vujtjet e familjes time, që janë edhe vujtjet e popullit shqiptar, sepse Shqipnia ka pas shumë persekucion prej komunizmit. Bile edhe ma të thellë se vujtjet e familjes teme ndodhen nëpër Shqipni dhe ju uroj atyne që të kenë ditë lumtun në jetën e tyre mas atij talladit të mërshëm të diktaturës. Edhe ne vërtet këtë urojmë dhe përveç teje kemi patjetër edhe një nga protagonistët kryesor të librit. Mirëmëngjes zoti Gjovalin, faleminderit që je me mua. Faleminderit që tha kështu. Është gjithmonë kënaqësi të të kem në këtë intervistë dhe të ndash eksperiencën tënde me shumë vuajtje dhe mundim, por gjithmonë të vlefshme ta dëgjojmë, sidomos brezi i ri që po rritet. Me Vitorin kena vujt bashkë kur jena arrestuar me 14 janar në demonstratën e Stalinit. Në morën nga dega Shkodrës në çunën e spitalin e Burgut në Tiranë, aty ku na s'deshën që është rregull hime ba dush, Vitori ishte komplet i karbonizuar për të rrahunit, ishte komplet i zim trupi, para, mrapa, anash e gjithë ka, të në fyt i kishte me t'i thu, si kishin vu së në pisë të thëjnë fyt, ishte thuj thoni e heka unë nga qafa, që më hane kishin rrah mënyrën ma pësës, nuk kishin rrah kërkën kështu, në të rrah, në të torturë. E kishin karbonizu si me kënë për të thush, a ki pa fëtu të kalp, komplet për unë. Pare aty mëse nga kanë majtë të spitali Burgut, nga aty nga kanë qu në Elbasan. Në Elbasan, në psiatrit Elbasanit, nga kanë denu me injeksione. As fiksuse, nga kanë hëllë gjenje komët. Kanë përdorë edhe pëses, në kam majtë qelp do me thanë. 5 sëtëse. Njerëzit jena kanë gjithë gjenje komet, na kanë majtë aty, si më hanë me urdhën të sigurimi shtetit, Ministrisë Mbrëmshme, Fitoria kanë shumë i lollë nga rrahuna, nga këtase. I dhim të trupi gjemot edhe natën, edhe ne në vite kësë po s'ishim që me ba, se ishte edhe maj malë se në mosh, por kishin rrah mënyrën, si më hanë, nga urete si kishte sigurimi se Vitori t'i ka dek baba në burg politik, vëzit i ka pas në burg politik dhe veta ka në burg politik. Edhe nga urete malë si kishin si familje, e kishin torturu ma shumë se gjithë. Po Vitori majti, si më hanë, qëndrimin e mirë si, as nuk foli për kënë, si më hanë, nuk doli gja për i gojës ti, për më dëmtu shokë këta me folë, as i fjallë gjese, o rrah, o torturu munu, doli me faset bardë për jetë. Nga torturat që përmenden është një ferri vërtet, ashtu si që shkruhet edhe në libër. Ti kujton sot dhe është vërtet të tmerrshme, kur të paktën i përmendim dhe ti emocionohesh dhe shohim që sytë tu janë me lot, si përjetove këto tortura. Loti s'më da kur përsoj vetëm një jetë. Do me thanë, kur në arrestunë që në qunë në burgun e Tiranës, për fatin e mirë kisha do pare në gjep. Po për që di, nuk kishin as flet arrest, as venim gjygjit, as i sënë. Dhe në lanë e paret edhe portofolet e gjëra, aty kuptova që nuk ka në arrestim serios. Atëherë, me këta pare që kishte u shpërdava këty në shokëve që të blejtë cigare, ushqime që kishin nevoj, mi kanë këthy tana me takimin e parë që kanë pas me për nuk më kanë gja borgjë. Po dhe qëtë një knatësi për këtë mundësi të vogël
që kisha mundësi me o dhanë këtyne djelmoqeve shumë korajoza. është për të ardhur mirë kur flet kështu për një pjesë të vuajtjes që i keni kaluar së bashku, krah njëri tjetrit. Po, kur në morë nga një drejtori psikiatrisë, i tha që zoti drejtor, kena në i venim gjyqit? Jo, tha. Me që të drejt një nodhë në këtu, a mos prep institucionet shëndetësore përdoren për arsyna politike, tha betohem, tha nërën të më personal, se do të protestoj që ju mos jeni këtu. Edhe ashtu banë ma 2 muaj të lirune. Bile në një takim, për para i kështë thënë gru që i bjeri teshat, si me thënë tanën, gru e ardhe, shkoj, kur i thënë jo e hupi aja shpresat, se do të më lirone, e hupa dhe unë shpresat, se benova ta metodat staliniane, ku njerëzit për arsyna politike të shmenëshin në përqelia vdisnin, më thot, gruret janë basë, thot, si gjak. I thëmë, pa ta shëmora veshtëm, se martin qesin gjak për i synve dhe jo lëtë. Dhimbshme. Të gjitha këto tortura janë përmendur tek libri, duke e quajtur një ferr të vërtet. Cila është tortura më e vështirë që ti kujton? Të gjitha kanë qenë patjetër shumë të dhimbshme dhe është një masakër e vërtet, vetëm ti kujtojmë, jo më ti përjetojmë, por duhet të veçosh një që ti e kujton gjithmonë, ashtu si që je tani me lot në sy. Në atë kohë, keni me lexuar në liber janë tregime dhimbshme, por këto tregime dhimbshme, sot është krenaria jeme, se s'ka gjamë ma të bukur kur ti mundesh me dalë prej shtigjeve të ferrit me krenari. Jeta në diktatur i përngjet një gardhit me ferra, ku rradhet e ke hiq, shkelqen një lule gazmore. Kjo ishte jeta në komunizëm. Ju mund të më pyetni, a në urrejtje sot për ata që të kanë të rru e të rrubullu jetën e familjes? Ja, nuk kam urrejtje. Është e çuditshme. Ndoshta vërtet është një pyetje që të vjen në mendje që a ndjen urrejtje pas gjithë këtyre torturave dhe ti thua jo. Por mua më duket e çuditshme si mundet një njeri të ketë një zemër kaq të madhe sa mos të ndjej urrejtje për atë që e ka torturuar. Po e u shpjegoj. Kur isha në burgun në Burrelet, 18 vjeç, ma e riu në historinë e burgut që ka shkel aty, me ka dalë Visarion Gjovani, peshkopi kishtë ortodokse, kur dolme në barë, turma që më kishtë rrëthu hapi korridor, një plak me mjekër të barë, mu drejtu, si ke emnin? I thoç Viktor, a i qoj mënyrë çuditshme durët ka qidhja, tha, o zot, të falëneroj që në këtë dertë mjerimit për unë e këtë krije që ka shnjom. Unë thot që ka qmenun, po jo, dora ti atë në orë më vunim i kry, e tha, që kjo biri jem, nani më thadhën shpirt për anin tane këtu, por jeni vërat e Zotit, sepse një ditë kur nësë kena me kanë, ti ke me kanë dishmitari vujtjeve tona. E unë jam misionar e dishmitari vujtjeve të atyne që komit nuk i vinë ma. Sa rëndësishme është të kesh dëshmi për këtë periudhë që ka kaluar. Ka kaluar, por duhet historia ta kujtoj, të jetë në për libra si libri yt, kaq i bukur, të jetë në për librat edhe të shkollave, që fëmijët ta dinë, sepse kur historia harrohet, është rrezik që ajo të përsëritet. Ka njerëz që thojnë, mos me kthy kryt brapa, po me jetë për para, kurse unë jam kundër. Ne do ta kthejmë kryt mrapa, me qëllimin e mirë, që brazat e ri të mësojnë nga kalumja.
Ne do të ecim përpara, jo me urrëtie, jo me hakmarrje, sepse kjo nuk I shërben komit shqiptar. Nuk ka anëmeqen kom, duhet këtë vetëm kundërshtar menimesh, e të gjitha ato që thojnë kështu ajo me akuzat të mërshme, nuk I shërbej komit. Digniteti komit shqiptar ka ra shumë poshtë nga diktatorët. Detyra jonë ashtë që të historinë ta vëmin pjedestalin ku meriton e ta barazojmë me kohë tjera. Në kjo se na do të veprojmë kështu, pa gjakderdhje, pa urrëtie, por si kundërshtar menime shpo, atëherë brezat që të vinë duhet na jenë me njoftë. A mund të jetë vështirë pjesa që të kalojmë historinë, të mësojmë brezat të ardhshëm, që kjo historika që të mërshme sa ju keni kaluar të mos përsëritet? Mirë është me allon brezat të ardhshëm me mësu, për këta se kanë futas në shkollë, 14 janari në shkënia parë demokracisë në Shqipni. Që me thanë, janë arrestu 16 vetë, 300 sa vetë janë majtë 4 ditë, janë rajnë të urdhëru, një djalë, I qujtë në Rilmonaj ka në varësët për I kësaj datë, e kanë rah, e kanë torturu, ka pas plasje në kafkres për I trahnit, edhe nuk ka përmen asë një rrugë në Shkodrës që kanë vëmnin. Kupton, asë nuk ka sponsorizu kur bashkia Shkodrës të thonë se në djathë me sponsorizu me përkujtu 14 janarin. E me pa ditë se vinë kjo ditë e resh me sjesët, unë, e shumë shok mjesë për shpjetës që këshëm dalë për unë, që masa saj datë ka fitu I pa më nomi dhe ata se s'kan dalë aty. Unë kur përkujtojt 14 janari shofë edhe 10 shmitarë, që kanë dalë 10 shmitarë shofëve, vinë aty me përkujtu. Pra, kuptën, së dhe shko, ko kamalonësh, ko ranash, ma shtërmë, kupën dhe zdo ma shtërmë. Asë në shkollë se kanë fut, 14 janari dash më fut, shkollë me mësu fëmija, që ka nëllë, që ka fillu revolta, nuk a kënë gjavë vogël me dispjatës, a kënë Salini me dalë, mi vu kënopin në qafë, mërzu, atë s'ka pas pluralizm politik, a kënë vesë ramizalia, janë kënë tonë gangull komunizmi, pra, këpëtën, janë rrah njerëzit, janë dërdu, që gështë, a kënë maj vjetër se në mosh, është maj vjetër, shumë se na, a kanë rrah kënë dërdu mënyrën mosh njerëzore, a këpëtën, pra, janë denu njerëzit me absces, me gjelpana asfiksuse, janë rëmë, janë torturu, edhe nuk kërkush, asë që ka dekër në bënaj, ka një rrugë të në Shkodër, a dash kur kanë zjellan me të rrugëve, a dash me vuj rrugës, emni në Rilmonajka, se ka dha njetën për këtë ditë. Pra, kuptën, këtë skort, a sabah gadi, hala me vesh pus demokracia marë nga më, ka nërë komunistat këthëm. Komunista kanë pasë marrë I kja punë, kanë këthy gjaketën këra tjetës a marrë e për mëna, edhe kanë që digi 7 vjetë, kanë rajtë këtë popull, kush ka fitu më shumë komunizmi, ishtë sigurimi shtetit, ka thana kanë koha, kanë rofil, e ka këthy petën, edhe janë këthy po ta që janë kanë atërë, po dhe sot pënojnë, ata që janë plakë që kanë cëfë, kanë fut djemë të tyne, I ke atë në punë, edhe përpësot këtë kohë kanë menën të na. Në shikojnë ne në shikojnë ma syne në atërë shumë. Pra, kuptën, me pa ditë që vjen kja ditë që erdë, asë unë në shok të misë që ishëm dalë pra të punë aty. A mund të quajmë se ka një nisje të demokracisë, apo kemi thjesht një kohë post-komuniste? Deshta me shtu Po, me kneci. për Rilmonajken. Rruga kishte me meritu emrin, rruga munimeve. Rilmonajka. Të shte përsaj përket saj pyetjes, a kena post-komunizëm, 100%. Një takim e kam pas në 91 me Ramiz Alin në pranin e 5 vetëve të përsekutuar. Kur I thame se shoqatë si avu me emnin shoqata pajtimit marë komtarë dhe shkume me ligjiru shoqatën. A I tha po ju s'haroni, zoti presidenti thëtë, ne nuk harojmë, por I kena vu shpirtit tonë jo një goralec, po një shkam
me harut kalumen, me mëllë dhogorët e përgjaku në që qilë t'ju, me qilë dhogora fmitë tonë e tujtë, që i brezi që i dvitë jetojnë në pace në qëtësi. Po tha, Bardhog Biben, tha, doni me qujtë atë që vravi Bardhog Biben, doni me qujtë pa fajshëm, Mira shkoti, tha, po qujtë të fajshëm, po se bini ka qamu ka qëturpë shumë president. Kur për një Bardhog Bib, ju pushkatut vartë, internut, burgot, e kryut një pelg me gjak në trullin e Merdit. Po thonë që kam dyrë të lyme me gjak, nuk ke pas nevoj. Takime dytë, kë ka pas mik Antonin Athanas, biznismenin e malë në Amerikë, edhe unë përri shkove me taku i shok, kur Antonin Athanas më vjen se ishe njoftën me te, thotë zoti Vitor, nëse dishëroni, president Alije kërkon me fol me ju, bitedume, isha kurios shumë. Dhe pyta, keni pas një takim me Neritan Ceken dhe Berishën në filan vit. Berisha erdhi ma vonë, edhe kur ju pavi me Neritanin aty iku i zemrum, dhe me keni ba kurth. Jam kurios, kam të shrujë, thë gjithmonë. A ishe ashtu si tha Berisha, apo ishe një pregati, një kombinim Berisha me ju për mu diftu se tha kombinim. Berisha tha, na qume të studentët. Edhe shkoj një farfet për një kohë, si mas këshillave tona. Ma ne tha na doli dore dhe Berisha sot. Po për menimin tem, Berisha është ura që qiti diktator pashku në gjyqë Nuremberg. Cidhi u denu për pipangje politike. Ti bani gjyqë falco, gjyqë kafesh. Bile në takim që kam pas me te, kam thonë, jam gati me pagu paret e kafeve. Sajet, se ka sa dënim pash pluhon syve për opinionin komtare nërkomtare. Per mu kjo Berisha. Leta dojnë ka njerë që shkojnë mrapa, puna tyne, unë kam këtë menim për te. Është për të ardhur keq pas gjithë këtyre vuajtjeve, gjithë këtyre mundimeve, kur shikon që edhe aty ku fillon të ketë një fije shprese, edhe aty këputen këto fije, ka që të brishta? Ashtë brengë e madhe, kur menon se për pjekjet e njerëzve që e dojnë demokracinë, binin humnerë. Se me të gjatë tjetër, veç me u thanë të rive shqiptarë. Fmi, mos shkoni, si mas orientimeve partijake. Por dunja një tjetërin, pa shikju se të ku jeni, se vetën ju mund qili një rrugë të re që quhet me të vërtet demokraci. Demokracia është dur të e rënis që po vjen. A mundon që do ketë demokraci nga rinia që po rritet, sepse besoj që ti i shikoni, studion, i ke parë edhe në përbot se sa ka ndryshuar, sepse fatkeqësisht rinia jonë ka lëvizur shumë dhe ka mbetur shumë pak në Shqipëri. Po, ato pak që janë në Shqipëni, po mësojnë për e tyne që dalin e vinë në Shqipëni, se sa da kultura transportohet edhe kjo ka menohë. Unëroj që të nodhin ajo që ka thonë Churchilli. Ate që zban diplomatia, do të bëjnë koha pa tjetër. Koha është, grek thojnë, 2 herë një lumë s'mund të lahesh, sepse ujë të rjellë, vjen ujë i ri, shë ka me nodhë me tjetër. Në oshtën s'ka me jam rrinë kësaj, por edhe po s'kesh
do t'i lutëm Zotit për rinin shqiptare, që mallim djek, si dhe mos për Shkodër. Për 36 vjet, ka marrë 36 herë i tërhekur për Shkodër. Kjo di flet ma shumë se unë. Më shumë se çdo gjë vërtet, dhe sytë e tu të përlotur flasin më shumë se çdo gjë. Sa do t'i shërbej ky libër të rinjve kohës që po vjen, atyre që po rriten dhe që janë e ardhmja e Shqipërisë? I kishte vlet me fut në shkolla, po për nuk e kanë fut në shkolla për në vlet e libër, se i libër ka zënë vujtit e komplet familjes ti, vitorit, vëzër që kanë vujt, po sot njerëzit nuk marrën ma me këtë, marrën me interesa, biznes, kanë pjetër zë, në kuptën, shteti që është po shtet qeveria, është qeveri komunizëm i moderum, po kuptën, edhe kur zë tjetër, kush fiton ma shumë, nuk e mene kush atë kalumen ma. A ka rrezik të përsëritet kjo e kaluar? Po thojnë se historia përsëritet 2 herë, por mirë nuk ka, po ishte kënë mirë me përsëritet tyne si kanë fitu, me kënë mirë përsërit për herë dytë. Ata si kanë fitu, si dolin e rrahit gjokësit, se janë kënë ata si kanë kontribu në sigurim, e si kanë, pra ata ishte kënë mirë. Jo për ne, për të vujtën, për këtë, për mua, për shokë tonë. As për popullin. As për popullin, ditë e punë, po për ata si kanë lo, durët me qak ishte kënë mirë. Po jo për popullin, ditë e punë. Historia nuk ashtu përsërit, historia ashtu vazhdu që shë 44 që dhe sot. Kjo është edhe për të ardhur edhe më shumë keq, sepse nuk do përsëritet, por po vazhdon, është e njëjta gjë. Shpresa është shumë e zbehun, por me gjithate, shpresa nuk humë krejt. Në fund? Nuk kam ba një pozi për shpresën. Shpresa, kurve po besë, për diti më rënëm në shpresë. Si do të nëroj për lumëtorin, kur ti veto jetë më difton mizorin, të dua jetë për në levi pas. Ti me më rëshan, e unë s'mund bërtas, nga do që të shkoj ti për para je, e qka mund të baj kur ti kundër je. Sa e bukur, shumë e bukur. Për të mbyllur në fund me një thirrje për librin, për të rinjt që të lexojnë sa më shumë këtë libër, të njihen më shumë me historinë, me vuajtjen, me ato çfarë njerëzit kanë kaluar, me ato tortura që ky popull, siç thje quan, me atë ferr të madh që kanë kaluar. Kjo që thot, libri është një shembull një mësim i mirë për ta. Por aja që ka më rëndësi i prezenton me ata njerëz human e antikomunista që venit nuk i vinë ma. E sot ka nevoj për frymen e tyne. Të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të këndshme dhe është gjithmonë kënaqësi. Ju falenderoj ju dhe ju uroj popullit shqiptar sidomos Shkodrën, që më manë zemën peng, jetë ma të lumëtën e ma të begatshme. Të falenderojmë shumë. Faleminderit zoti Gjovalin që ishe me ne në këtë intervistë kaq të këndshme. Është gjithmonë kënaqësi të ndajmë mendime të tilla, por edhe vuajtje të tmerrshme që ti përmende, që siç përmendëm historia të mos përsëritet. Inshallah historia mos përsëritet, jeta është banko pro. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment në Star Plus. Nga ambientet e Hotel Koloseu ju urojmë një ditë të mbar. Takimi rradhës së bashku nesër.